Shoni Grindavec. Hej ti, kush je? Unë jam Mogol, njeriu prej Shkëmbri. Përse ke ardhur të më shqetësosh? Nuk e vure re që po flije gjumë? Unë nuk doja t'ju shqetësoja as pak, po më ndishte një tuf me ujq. Një tuf ujqërish? Grunvaldi ka gjallëruar edhe këtë herë. Grunvaldi, kush është ky? Është një qenie shëmtuar, e mërzitshme si një sëmundje. Çfarë keni? Azia, më ka hyrë një qëmb në shpatull. Vërtet? Prisni pak, tani do t'ju ahequn. Lere fare, nuk mund të heqish dot, nuk është dhe aq i vogël. S'kam parë kur një gjëmb të tillë. Të thash apo jo, nuk e hej dot. Do ta heq. E hoqa, e hoqa, e hoqa, e hoqa. E hoqe, të lumtë. E hoqa. Nuk e prisja kur. Po kjo është një shpat, apo jo? Sigurisht, dhe është një shpat shumë e mirë. Është shpata e diellit. Shpata e diellit? Po e deshe të adhuroj. Në rregull, por duhet ta mpresh sepse është ndryshur, e bën dot. Ma lër mua në dorë. E shikon çfarë ndodh djem dhe mendje mëdhej. Më dëgjo, në fillim do ta farkëtosh me zjarr dhe ujë që të fitoj vetin e saj. Pastaj duhet të mësosh ta përdorësh siç duhet. Nuk është një shpatë si gjithë të tjerat, duhet të dish ta përdorësh. Kur të kesh mësuar, do të vi të shikoj sa i zoti je. Atëherë mund të quhesh princi i diellit.
Babi, ç'të ka ndodhur? Çfarë ndjen? Holc, duhet të them diçka. Duhet të ta them përpara se të iki për gjithmonë. Mos ik, të lutem, mos më lër vetëm këtu. Më dëgjoj, biri im. Me parë ne jetonim lartë në veri, në një fshat të qetë, buzë detit. Ishim të lumtur, po një ditë për ditësh në fshatin ton erdhi një përbindësh. Një përbindësh? Një përbindësh i frikshëm. Përfitoi nga dobësia e banorëve të fshatit dhe nuk u kënaqi derisa arriti ta shkatërrojë me duart e tij atë që ne kishim krijuar me vite. Kuptova që për ne ishte fundi. Po, s'kisha që të bëja tjetër, veç se të shpëtoj aty nga ata djaj, kështu që vendosë të braktisja fshatin. Por tani e kuptova që kam bërë gabim për vendimin që mora. Holc, birimi dashur, ktheu të kata, shko të gjesh miqtë tu. E ku t'i gjej? Ku janë miqtë e mi? Ku janë, më thuaj? Më dëgjoj mirë, Holc. Duhet të mbushesh me shumë kurajo. Duhet të luftosh me të gjitha forcat që ke, e kuptove? Pa frikë. S'duhet të kesh frikë prej askujt. Merre këtë. Babi! Babi! Mos më lër, babi! Po tani që do bësh? Ku do të shkosh? Kolo, a do të vish me mua? Pa tjetër, kur jam me ty ndihemi sigurt. Po ku të shkojmë? Eja, hip në vark. Atëherë, ku të shkojmë? Miqtë e fëmërisë time. Shiko! Gjethe! Kolo, më në fund arritëm! Shikoj asnjë tjetër. Shiko, Olc, atje poshtë është një balen. Çfarë është? Një balen rëre? Olc, ç'është ky vend kështu? Çfarë po ndodh? Olc! Tani ta tregoj unë të shpendi keq! Kapu këtu! Më prit, Olc! Shko lajmëro banorët e fshatit! Mos huam kohë!
Mirë se erdhe. Jam I lumtur që ti je akoma gjallë. Kush je ti? Nuk më nje, ha? Jam Grunwald. Grunwald? Mos lëviz. Nuk kam ndërmend të vras. E di që je një djal I Zotit, prandaj të solla këtu. Dua që të bësh vllai im. Vëllai yt. Pikërisht. Unë jam qenia më e fortë në botë. Dhe më madhështori. Tani e kuptova. Ti ish ai që shkatrove fshatin tim. Atëherë dhe ti e di atë histori. Nuk mund të jem vëllai yt. E shikon, jeta jote është në duart e mia. Si jeta e gjithë njerëzve të kësaj bote. Pra, akoma ke dëshirë të rezistosh. Askush më ka rezistuar dot. Nuk ta kam frikën. Do t'ja arri qëllimit. Çfarë po thua? Çfarë mendon të bësh, më thuaj? Do të vras. Nuk ta kam frikën, të thash. Mirë, pra. Tani ta tregoj unë. Mendoje se do të më mundje. Unë jam pronari botës. Hej, që bën kështu? Amo t'i gjon, ndalo! Ndalo! Mos vrapo të thash! Po ndalo pra! Prit edhe pak! Shiko pak aty! Shpejt! Kthehemi në shtëpi! Pa më thuaj, ndihesh më mirë. Shumë më mirë. Shiko, duket bukur në hekur të skuqur, ha? Po qeliku I faktuar është akoma më I bukur. Edhe kjo është farkëtuar. Po si jo? Është ajo shpatë që të shpëtoi jetën. Edhe kjo farkëtohet. Patjetër. Po provoj ta godas. Mirë, më dukesh më mirë, jam shumë e gëzuar. Si të duket? Mirë, tani hajde të hash, duhet të marrësh veten. Nuk mund të të japim shumë, sepse ka kohë që s'kapim as edhe një peshk. Shumë faleminderit. Do të shohësh që së shpejti do fillojmë të peshkojmë. Shpresoj të kesh të drejtë. Nuk ke pse mërzitesh. Uolla s'është shumë I fortë dhe di çfarë bën, më kupton? Po, por... Do të shohësh që ai do ta kap atë. Kë do të kapi? Një balen. Një balen të frikshme që po na ha gjithë peshqit e lumit. Të gjithë po mundohen ta kapin. Mos u mërzit, ke për të parë. Mami! Fleb! O, mami! Babushi! Mos qaj, Fleb. Të premtoj që do të marrim hak për baban tënd.
Unë ju a thash, do t'ishtë më mirë mos ta ngasmonin. Ai është një përbindës që nuk kapet. Është dinaki, ju a them unë. Atëherë duhet ta lëmë të qetë. Në asnjë mënyrë. Do t'ishte një fund për ne. Unë e pash vetë kur futi Wallace në gojë. Jo vetëm kaq, por ha dhe zogj dhe kafshë të tjera. Dëgjoni, por nuk e kapëm, nuk do të na mbetet asgjë për të ngrënë. Do të vdesim nga uria. Vdekja e ti duhet të na jap forcë. Përpara! Jo, ndaloni, ju lutem! Dëgjoni, nuk duhet të rrezikoni jetën kështu. A e pat atë që ndodhi? Wallace i mi dashur. Ka të drejt, miq, ka të drejt. Wallace u tregoi pa matur. Po të mendonte për familjen që është kreta, nuk do t'ishte duke qartë tani. Këtu do të vdesim të gjithë nga uria. Jo, Boldo. Mos më keq kuptoni, nuk u shpreha mirë. Doja të thoja diçka tjetër. Në qovë se ka një rrezik që na kanoset, duhet ta përballojmë të gjithë së bashku, më kuptoni tani? Çfarë po bëni? Ju mungon kurajo që kishte Wallace? Në rregull, kjo do të thotë që këto shtiza nuk ju duhen më. Tani po e kuptoj.
e ke vrarë, nuk e ke vrarë apo jo? Je i sigurt, Holz? Je i sigurt që e ke vrarë? Nuk duhet ta bëje, nuk duhet. Më thuaj që s'është e vërtet, Holz. Më thuaj që s'është e vërtet. Dua ta vrasun. Dua ta vras kur të rritem dhe do marr hak për babin. Më kupton? Më fal, Fleb. Hej, shikoni! Kam lajme të mira! Shikoni, shikoni! Një peshk! Shiko, baba, shiko! Më në fund! Faleminderit. Më quajmë Bodo. Eja! Sa shumë njerëz! Pas ka në për të ngrënë! Ej, hajtu, lësoj! Lësoj të thash, lësoj! Ka për një Kolo! Ej, Kolo! që ke tja! Çfarë po thua ti? Akoma gjallë është ai djalë. Vrau dhe balenën time. A e pet ti kur po e vriste? Po akoma s'ka fituar. Jam gjithmonë më i forti. Do t'ja shtyp kokën atij morracaku. Dëgjom atëherë. Ktheu në fshat dhe vriti të gjithë ata që nuk dorëzohen. Më kuptove? Por bëj kujdes. Djali duhet të vdes përpara se të na iki si herën tjetër. Për ndryshe rrezikoj të humbas fuqinë time. Hej! A je i sigur që ishte i njëjti ujk argjenti? Po, ishte me të vërtet një nga ujqit e Grunwaldit. Atëherë, ai do të shkatërrojë fshatin ton. Po, por s'duhet të kesh frikë. Do të luftojmë së bashku. Holz! 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 Mami të ka sjellë një dhuratë. Shiko! Ishi në rrobat e burrit tim. Merri. Holz! 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 Eja të luajsh me ne! Eja me shkon tani, do të kërcejmë për nder të
Shiko pak, shiko sa rëndësi i japin atij djalit, duke sigur është I pari I fshatit. Të thënë të drejtën askush nuk mund të vërë dorën në zjarë që ka arritur të vrasë me të vërtet balenën. Por bëm një peshkim të shkëlqyeshëm, mama. Pikërisht këtë nuk besoj unë. Ky është një mashtrim, e di unë se çfarë them. Është duke na vënë në lojë që të gjithëve. Seriozisht e ke? Ajo është baraka ime, mos e prekni barakën time! Të bën një fortesë! U larguan. Shiko! Çfarë është? Nga jeti? Këtu jeton? Pse nuk flet? Po ti, kush je? Holz, jetoj në një fshat tjetër. Vërtet? Kurse unë nuk kam një fshat, kështu që jetoje vetme në këtë varg. E pse? U shkatrua shumë vite më parë nga një përbindësh.
Unë jam me vetmja që arrita të shpëtoj. Përbind që nuk më vuri re, kështu që arrita të largohem. Jam gjithmonë vetëm, por nuk ndihem e vetmuar. Sepse mund të këndoj. Historia jote i ngjan shumë times. Ky është miku im i vogël, quhet Kiro. Edhe ky që sapo erdhi tani është miku im, quhet Todo. Kurse mua më quajnë Hilda. Këndoj gjithmonë dhe jam gjithmonë e lumtur. Por ti ndonjëherë duhet ta ndjesh vetmin, si që ndjeja unë para se të vija nga këto anë. Vërtet? Atëherë mbase në të dy jemi binjak? Sigurisht. Pikërisht kështu duhet të jetë. Dëgjoj, eja në fshatin ton. Jam i sigurt që do të presin krah hapur. Dhe kur të vish atje, mund të këndosh dhe të luash me harp. Vërtet? Do t'ishte një gjë e mrekullueshme. Të mund të këndosh edhe për të tjerët. Këngët e tua janë më të bukurat që kam dëgjuar. Por janë edhe pak prekëse. Eja! Thot që ka sjell me vete një vajzë. S'mund ta bëj, s'ka asgjë të drejtë. Nuk i mjaftoi që më shkatroi gjithë barakën dhe bëri copa. Ke vërtet të drejtë. Duhet të tregosh atij se kush je, ta bësh të respektoj, sepse ti je i pari fshatit dhe unë jam ndihmësi. Por ma, ka një zë kaq të bukur. Këndon bukur, nuk kesh të thuash. Çfarë bëni? Pse nuk punoni? Mjaftë du. As më punojt fare. Shiko, sa herë që e fillon të këndoj, largohen të gjithë. E po çfarë mund të bëjmë ne të dy vetëm? Unë po iki fare që këtu.
Qa tersti? Kam një mendim, ajo vajzë mund na duhet. Pa dyshim, do të shohësh sa do t'ju duhet kur t'ju vërit gjithëve me shpatulla pas murit. Kjo pun ka filluar të më mërzisë. Nuk punon mas njeri. Shkojnë të gjithë të dëgjojnë Hildën. Kështu nuk vazhdojt më. Të gjithë përveç Holcit. Po, a i nuk lëviz, po pandimin e të tjerëve që mund të bëj i vetëm. Je edhe ti. Më duke se të gjithë e harruan rrezikun. Po të kthej për bindëshi, çdo të ndodhte. Dëgjoj këtu. Ti flet për të tjerët, po më duket se ajo vajza të ka ma gjepsur edhe ty. Ha? Bodo! Ka shkuar te ganku. Ujqit po kthehen, i pash në pyll. Nuk kemi shumë kohë. Duhet të farkëtoj shpatën time. Holc, nuk e mbaj dot më. Nuk mund ta lëm shpatën kështu. Holc, më trego çfarë ke rritur të bësh? Kjo është shpata jote? Hilda! Jo, nuk kam asgjë. Ndjesh mirë? Po, faleminderit. Përse më pyet? Dukesh e lodhur. Kudo që kemi shkuar të është dashur të luftosh. Oh, Holti! Si e? Mu duk si kur të morën mend. Jam mirë tani, faleminderit. Ah, shumë mirë. E di, hoqa dorë nga farkëtimi i shpatës. Por ama këtë ma ka lënë baba im. Dhe me këtë sopat do ta vrasa të përbindësh të keq që shkatroj fshatin ton. Është e kot. Nuk mund të fitosh me sopat dhe s'ke për t'ja dal as me shpat. Hilda! Shpata e diellit. Hilda nuk ka frik nga ajo shpat. Mos haro që është motra ime. Po, e di mirë, zoti Grunwald. Dëgjoj këtu. E thuaj ta fusi në një kurth. Shpata ime do ta pres atë. Ku po shkon? Të pëlqen ky fshati ynë? Prit Hilda, mos e dëgjo. Dua të të kërkoj një nder. Ke dëshirë të punosh me mua për të mirën e fshatit? Të punoj për të mirën e fshatit? Po pse qesh? Unë po të flas seriozisht. Kryeplaku ka mendimin të prapambetura, edhe Bodo është akoma fëmijë. Thuaj Holcit.
Oh, është i rrezikshëm ai. Tani jam unë ai që duhet të marr në dorëzim udhëheqjen e fshatit, më kupton? Dhe për të bërë këtë kam nevojë për zërin tënd. Pa fillove të këndosh për mua, do të binden që të gjithë pa përnaze. Ke për ta parë? Kur fillon ti biesh harpës, të gjithë u ikën mendja. Në rregull. E pranoj ofertën. Do këndoj për ty atëherë. Hilda, do vish të shikosh një gjë të bukur? A? Fustani bukur apo jo? Do të rinë të mirë edhe ty, ë? Hajde, vëri një shenjë dhe ti, është zakoni, mere. Oh, ke për të parë, herët avon do të vijë edhe për ty kjo ditë e shënuar. Edhe atëherë të gjithë të mundohen të qepin fustanin tënd. Patjetër, do jetë një nuse shumë e bukur. Gjithë fshati do vi ta shikojë. Kush do jetë burri? Holsi natyrisht. Oj, shkreta, nuk di të përdor as gjilpërën. Lore një rehat, s'ka asgjë për të qeshur. Eja të mësoj unë. Jo, s'ka që më duhet mua i fustan. Po, sigurisht, mund të marrë flak dhe të bëhet shkrumbehi. Nuk dua ta prek. Hilda! Jo! Po iki, kam për të bërë gjëra shumë më të rëndësishme se këto. Djeli është i kuq të ndriçon plot shkëlqim. Djeli është i kuq të ndriçon plot jetë. E jani të këndojmë një këngë të bukur. E jani të këndojmë të gjithë së bashku për ne të gjithit. Hilda, e janë vazzo me ne. Çfarë ke kështu? Na humbën nga sytuqit dhe tani do të arrim me vonesë në dasëm. Më shpejt! Epe, u zhduk edhe këtë herë.
Belia. Belia. Luz, mos u mërzit. Mjafton që të shkojmë së bashku në shtëpinë tonë të re. Holc, shiko! Mint kanë shkatëruar fshatin ton. E kam bërë ata. Po, edhe kësaj radhe, ujqit e argjend. Ujqit? E çuditshme. Flet gjithmonë për kopen e ujqve, por asnjë si ka parë ndonjëherë përveç teje. Ti vetë the që vrave dhe balenën e madhe, ndërse tani që erdhën mint, ti s'ishe këtu. Si ka mundësi? Ka ndodhur edhe një herë tjetër kështu. Kur përbindeshi dojgji fshatin tim, dikush mungonte. Dua të di përse. Hilda! Për mua ka të drejtë. Që kur ka ardhur ai djalë tek ne, ka ndodhur gjëra shumë të çuditshme, apo jo? Mirë, të lumt Hilda. Bëre një punë të mirë, së shpejti të shpëtojmë nga Holci. Ata mintë erdhën tamam në momentin e duhur, nuk e që thua kësaj. Duke sikur donin ta ndihmonin. Kjo është sopata e Holcit. Tani do ta mbaron. Hilda, tani është në dorën time, ke për të marrë. Këndoj një këngë. Çfarë? Këndoj një këngë ato që më pëlqejnë më shumë mua. Mirë, do këndoj. Nuk mundem. Një herë tjetër të premtoj. Por tani nuk mundem, Mauri, nuk mundem. Mauri. Të lumt, Hilda. Tani ti duhet të mbarosh atë detyrën për të cilën ke ardhur këtu. Grunwald të dërgon këtë mesazh. Thotë që ai djali duhet të vdesi menjëherë. Fli, voglushe e gjorë. Së shpejti do të bësh një gjumë akoma më të thellë. Jo, Maurin, jo. Dua të shpëtoj. Nuk duhet të vdes.
Ke të drejtë shpëtoje Maurin e Gjor. Për ndryshe, di se çfarë do ndodh? Do ngelesh fare vetëm, do jesh gjithmonë e trishtuar, edhe do qash gjithë ditën. As kënga nuk do të ngushëlloj. Pusho Kiro. Hilda, përse nuk shkon bashkë me ta? Të mbledhësh lule, të lozësh se qeshesh, përse nuk duhet të martohesh edhe ti një ti? Kiro! Lere të qetë, thash. Hilda ka gjëra më të rëndësishme për të bërë. Pastaj, si pas medaljes e jetës që i dha Zoti Grunwald, njerëzit do të vdesin, kurse ajo është e pavdekshme. Atëherë Hilda ti ke frikë nga vdekja? Je gati të vrasësh Maurin edhe Holcin vetëm që të jetosh? Të thash të mbyllësh gojën. Unë nuk dua të vras njëri, por dua të bindem. Nuk kam zgjidhje tjetër. Dua të luftoj me të gjithë. Është e vërtet, jam e sigurt që ti s'di çfarë thua. Po, e di, jam një përbindësh. Unë jam motra e një përbindëshi. Të kam thënë shumë qartë që të shikosh punën tënde. Mu hiq sysh. Do të bëj që të pendohesh për atë që the. Më fal, të premtoj që nuk do flas më lërat. Më fal, Toto, më fal. Se ndalove së kënduar. Çfarë ke, Hilda? Mos mu afro. Unë e di se çfarë ke. Ti ndjehesh vetëm apo jo? Jo, gabohesh. Ik, Holz. Përse shtiresh? Përse nuk e besim tek unë? E çfarë duhet të bëj? Të them që një ditë duhet të vras? Holz. Çfarë the? As kush më bën dot keq, as për bind që nuk ka për t'ja dalë. Mos gënje veten, edhe ti duhet të vdesësh një ditë. Hilda! Për një qik. Holz! Holz! Çfarë po ndodh? Holz! Si guxon të vish për para meje? E një këtë sëpatë. Po, ku e gjete? E gjeti tani, dikush u mundua të godiste baban tim. Nuk është e mundur. Çfarë të thuash tani? Pata dëgjojnë. E humba dje kur isha në pyll. Ky është një justifikim shumë i Në vjetër. fakt është e vërteta, po ndiqja kopen e ujq po ka gjet. Mbyll dhe gojen, që kur ka ardhur na ke folur vetëm për ujq. Por asnjë nga ne nuk ka arritur të shoh qoftë edhe një. Je gënjeshtar! Na mbushë mendjen me histori përbindësh. Nëse ka një përbindësh këtu, ky je ti, që mundove të më vrasësh. Ke prova. Kjo sopat është më se mjaftueshme. Nga e di ti, mund ta kisha përdorur edhe unë. Çfarë do të thuash ti? Dua të them se kushdo mund ta përdorte. Gang ka të drejtë, nuk ka qenë Holz. Po, pyesni Hildën. Ajo ishte bashkë me mua në pyll.
unë sa po u ktheva, nuk mund ta kem bërë unë, nuk di asgjë, më besoni. Është e kohë që mundosh të gënjesh. Hilda thotë që nuk ishte me ty. Si? Hilda. Tani e kuptova, s'ka dyshim, ka qenë Hilda. Jo, ta them unë që se ka bërë ajo, këtu ka ndonjë hile. Dëgjoni, këtu është dikush që po fshihet. Hilda, përse thej që... Kujdes, Hilda! E papniq, ishte gati të vriste një vajzë për të shpëtuar veten e vetë. Për sa kohë do të durojmë akoma? Thirrini mendjes, dëbojeni me njerë nga fshati! Iko surat majmun! Kolo, riurt! Nuk do iki, ta dini, do të kthehem shpejt. Do t'ju bind të gjithëve që përpind që ekziston. Holc, nuk do t'ja dalësh bashkë në shpaltën e diellit. Prit! Holci! Hilda, Ku po shkon? tek përbindçi, po shkoj të luftoj me të. Prit, përse nuk lufton me mua më parë? Si? Kujton se jam shoqja jote, apo jo? Gabohesh, Holc. Më shpëtove vërtet nga ujku që më sulmoj, por unë jam armike jote. Nuk është e mundur. I shkreti Holc, sa djal naiv që je. Edhe ti një qenie njerëzore je, si tradhtari Boldo, si kryetari i fshatit që nuk di të drejtoj. Nuk të kuptoj. Më thuaj për çfarë po flet. Ku do të dalësh, Hilda? Mirë pra, po ta them unë. Hilda është motra e Grunwaldit, e more vesh. Prandaj është armikja jote. Krijese gjor. Po pata që humbe, përpjekja për të vrarë kryetarin e fshatit, mijt, uqet, ka qenë Hilda sepse donte që të shkatronte. Se ke kuptuar, ha? Nuk është e vërtet. Më thuaj që nuk është e vërtet, Hilda. Ma shiko, Holc. Tani do kuptosh se kush jam vërtet. Duhet të vdesësh. Duhet të vdesësh sepse kjo është dëshira e përbindshit. Hilda, ti nuk je një përbindush si ai. Edhe po të ishe mund të bëhesh një krijesë njerëzore si gjithë të tjerët, po Nuk të dua duash. të jem si të tjerët unë. Hilda! Hilda, mos i lejo që të të mashtrojnë. Nuk je përbindush, Hilda. Dëgjoj, Hilda. Dëgjoj, Hilda. Mos e dëgjo. Mos e dëgjo. Pyeti. Vrite. Të lumtë, Hilda, të lumtë. Nuk duhet ta mrisje përse e bëre. Brave Holci, por unë të urrej. Kira! Lap të mirë, Hilda. Po e ki. Dhe nuk duhet të shikoj kur më. Ku po shkon? Po shkoj në fshat. Edhe nëse Grunwaldi më vret, s'ma bëhet fort. Dua
Kam një lajm të mirë. Holtsi më në fund ranë në pyllin e pa depërtueshëm. Të lumt, Hilda! Pylli pa depërtueshëm është i pafund. Nuk do të dali dot që andej. Do të qëndroj deri sa të vdes. Hilda! Ku je, Hilda? Përse nuk do të bëhesh një qenie njerëzore? Më dëgjo! Përse nuk dëgjon zemrën tënde? Hilda! Dëgjo si u lëret. Mos qesh kështu, Grunwald. Përse? Sepse Holtsi do të kthehet, ke për ta parë. Bashkë me shumë të tjerë si ai. Ti nuk je mirë. Gabohesh. Do të vi një ditë që njerëzit do të besojnë ato që ai thot. Jam e sigurt për këtë. Po sho. Do t'i vras të gjithë pa mëshirë, si kam frikë. Dhe tani shko, Hilda. Shko të mbarosh atë që ke filluar. Tani. Jo. Çfarë the ti? Do shkoj drejt veriut. Të jetoj e vetë me buz liqenit të ngrirë. Shko, po deshe. Po të lajmëroj që nuk do t'jetosh shumë gjatë. Shiko, pastaj vendos se ç'do të bësh. Dhe tani shko tek Holtsi dhe vrite. Shko. Lëviz. Nuk ke zgjidhje tjetër. Unë jam pronari yt. Hilda, nuk ka mundësi të jesh kaq e pa shpirt. Përse e gënjen veten tënde? Shikoni! Ky është për Vinci, ai për të cilin na fliste gjithmonë Holtsi. Holda! Gang. Duku vrasës! Dëgjo, Holtz, ktheu te njerëzit tanë. Njerëzit tanë, po ku janë? Përgjigju, mos ik! Po, të lutem. Po të them unë. Hilda është vërtet motra e Grunwaldit. Dua që ti të jesh vllai im. Po atëherë, mund të jemi binjak. Kupton? Binjak. Jo, mos u afro, Hilda. Binjak. Jo! Babi! Kryetar, shkojmë të luftojmë. Të luftojmë? Do të ndezim një zjarr të madh, kështu që mund të mbrojmë fshatin. E dëgjove. Të tjerët janë jashtë dhe po na presin. Kur do të vi me ne të na ndjeki, nuk kemi shumë kohë.
frikson njerëzit. Hilda do vrasi Holcin. Nuk më trembni dot, jeni fantazma. Hilda shkatron gjithçka. Unë do t'ju shkatroj, kjo sopat nuk gabon kur. Hilda shkatron gjithçka. Shkatron gjithçka. Tani e kuptova. Duhet të dalë që këtu. Ja dola! Shpëtova gang! Hilda, eja me mua në fshat. Isha i sigur që do të gjeja. E dija që do të largoheshe nga përbindçi. Eja me mua, duhet të shkojmë në fshat që t'i shpëtojmë, më kupton? S'mund të humbim kohë. Kurajo, Hilda, eja! Tani je qenie njerëzore, çfarë bën Hilda? Mos u gënjej nga përbindçi. Dëgjo! Tregoj që je një qenie njerëzore, që ke një zemër si gjithë të tjerët. Jo! Më në fund, tani nuk je më përbindës. Lam të mirë, Holc. Hilda! Hilda, ku po shkon? Ktheu shpejt në fshat, shko të shpëtosh Flepin dhe Maurin. Hilda! Mami, kam frikë. Citoni! Daloni, do që të shkojmë për bindë që do të na ndjek. Duhet ta luftojmë. Shikoni! Asa i nuk është i pavdekshëm. Duhet të luftojmë. Duhet të shpëtojmë fshatin tonë. Ke të drejtë. Duhet të luftojmë. Nuk do të lëvizim që këtu. Shpatën e diellit. Holc! Dëgjoni, duhet të nxitojmë. Duhet të farkëtojmë shpatën në atë zjarr. Do ta shikoni. Do t'jemi më të fortë dhe do arrim ta mundim për bindëshin. Shpejt, t'i futemi me njëherë punës. Holc, ku je? Holc! Holc, ku je? Holc! Holc! Pra, merreni këtë. Kjo është medalja e jetës.
Përkëtuam! Ura! Jam doli më në fund, ura! Shpata është gati! Shpata, shpejt! Zbrit mes tyre! Shko! Shkatëro gjithë shka! Është shpata mrekullueshme. Ai e ka fajin. Sled! Holt, merë këtë! Kështu mund ta mundësh! Na Hilda! Si? Hilda? Hilda, më traftoj, ja të regoj unë! Kuraj, Holtz! Merëmun me këtë gjën e kotë. Ja ku është?
qenë kam akoma gjallë. Po, si është e mundur, unë nuk e kam medalionin.